Pasi jemi në sezonin e verës dhe të gjithë po kërkojmë receta sa më të lehta dhe të thjeshta për një drekë, të jetë me plot shije, plot me vlera ushqyese dhe vitaminë. Andaj sot zgjedha që së bashku të përgatisim risotton. Për të përgatitur risotto, zakonisht duhet që ta zgjedhni llojin e orizit nga ky që po e përdor unë. Por nëse nuk mund ta gjeni edhe ju nga i njëjti, lirisht mund të përdorni nga cili lloj i orizit i cili ju gjendet në shtëpi. Unë po përdor orizin nga Edona Company. Ndërsa për ta bërë edhe pak më të shijshëm, do të shtoj edhe arpa shihrie ose rizoni nga këto të voglat. Dhe siç thash, nëse nuk mund t'i gjeni, mund vazhdoni që ta përgatitni risotton vetëm me oriz të thjeshtë. Fillimisht në një tigan do të shtojmë pak gjalp. Mua më pëlqen që në gatimet e mia ta përdor gjalpën, por ju mund të përdorni vaj ose margarin sipas shijeve të juaja. E vendosim një herë në zjarr mesatar, prisim derisa gjalpi të shkrihet. Fillimisht tek gjalpi i nxehtë shtojmë një qep të prerë imët. Menjëherë vazhdojmë dhe shtojmë ndikon 200 gram këpurdha të freskëta të prera imët. Përzihem derisa të na bëhen bashkë një herë. Vazhdojmë dhe shtojmë edhe 200 gram file të pule të prera imët. Tani vazhdojmë që të skuqim një herë vetëm këto 3 produkte, pasi ju duhet kohë më e gjatë për skuqje. Në zjarr mesatar, dikon preferuesisht 4 deri në 5 minuta. Pasi skuqen pak filetat e pulës me këpurdhat dhe qepën, vazhdojmë tani që t'i shtojmë produktet e tjera. Të parën i shtojmë arpa shihriet. Menjëherë vazhdojmë që ta shtojmë edhe orizin. Vazhdojmë tani që t'i skuqim edhe për 5 deri në 6 minuta tjera, derisa të sigurohemi që edhe orizi ka filluar të na skuqet mirë. Pasi është shtrënguar mirë për disa minuta edhe orizi, tani vazhdojmë që t'i shtojmë brenda perimet. Mund që edhe të përdorni çfarë do lloj perime që keni dëshirë. Unë po përdor kështu 150 gram mix të ngrira, karrot, vizile dhe misër. Përzijejmë edhe një herë. Vazhdojmë që të shtojmë erza të përzijera, një lugë të mesme, kryp sipas shijeve. E mbulojmë tani masën me 500 ml ujë. Ju lutem bëni kujdes me masën e ujit. Uji mos i shtoni shumë sepse do t'ju çullet risotto, nuk do t'ju bëhet kokër më kokër. Mjafton sa të mbulohen, por unë pasi gjithçka kam matur dhe nëse e bëni edhe ju me masat e njëjta, atëherë mjaftojnë 500 ml me ujë. E mbulojmë me kapak dhe e vendosim tani në zjerje. Në zjarr mesatar do ta zijejmë dikon për afërsisht 17 deri në 20 minuta, duke mos e hapur fare kapakun. Pilafi është gati. Mjafton të lejojmë që të ftofet për 2-3 minuta dhe vazhdojmë që ta shërbejmë. Dhe në këto momente pilafi është gati, e kam shërbyer një pjata, një drekë ideale, e thjeshtë dhe plot shije. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shihoni me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.